Vetëm pak orë pasi Delcy Rodriguez mori zyrtarisht detyrën e presidentes së Venezuelës të shtëna të shumta me armë zjarri shpërthyen pranë rezidencës presidenciale në Caracas. Sipas informacioneve paraprake, hapja e zjarrit nga ana e ushtrisë erdhi për shkak të dronëve që po fluturonin mbi ndërtesë, të cilët nuk janë specifikuar nëse ishin dronë të përdorimit civil apo ushtarak. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur një gjuetin ndaj bashkëpunëtorëve të dyshuar të operacionit amerikan që çojnë arrestimin e Maduros, sipas një dekreti që hyri në fuqi të shtunën, por të publikuar vetëm një ditë më parë. Të gjitha forcat e policisë federale, shtetërore dhe bashkiake urdhërohen të identifikojnë personat që dyshohen që kanë mbështetur veprimin e forcave speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Disa media amerikane kanë raportuar se ushtria amerikane mund të ketë marrë mbështetje në terren edhe brenda rrethit të ngushtë të Maduros me një burim që dyshohet se ka ofruar informacione mbi lëvizjet e tij. Presidenti amerikan Donald Trump i tha ABC News se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë në luftë me Venezuelën, pasi forcat amerikane zhvilluan një operacion që çoi në arrestimin e presidentit Nicolas Maduro dhe gruas së tij Flores. Megjithatë, Trump nuk e përjashtoi një sulm të dytë dhe shpjegoi se nuk beson se miratimi i Kongresit është i nevojshëm, shkruan La Repubblica. Lidhur me mundësinë e zgjedhjeve, ai sqaroi se nuk do të ketë zgjedhje në 30 ditët të ardhshme, sepse duhet kohë. Lideri e opozitës Maria Corina Machado thotë se 3 janari do të hyjë në histori si dita që drejtësia mposhti tiranin. Ai u tha se sapo mësoi se kishte fituar çmimin Nobel për paqen, ja dedikoi presidentit Donald Trump sepse beson se meritonte. Nga ana tjetër, Maduro u paraqit përpara gjykatës federale në Manhattan, ku u njoh me akuzat që rëndojnë ndaj tij. Kur gjyqtari i gjykatës i kërkoi të konfirmonte identitetin, Maduro u përgjigj në spanjisht, duke i quajtur veten president të Republikës së Venezuelës dhe duke shtuar se ishte rrëmbyer. Jam i pafajshëm, nuk jam fajtor, shtoi ai, duke u deklaruar i pafajshëm për akuzat kundër tij. Edhe bashortja e Maduros konfirmoi identitetin e saj në gjykat dhe deklaroi: "Jam zonja e parë e Venezuelës." Kështu raportojnë mediat amerikane. "Janë plotësisht e pafajshme", shtoi ajo.